Kapitulli 6. Të gjithë ata që janë në zgjedhjen e sklavërisë, le të tregojnë nderim për zotërinë e tyre, që të mos shahen emri i Perëndisë dhe mësimi ynë. Ata që i kanë besimtar zotërinë e tyre, le të mos i shpërfillin, sepse janë vëllezër. Përkundrazi, të shërbejnë edhe më mirë, sepse u shërbejnë vëllezërve besimtare të dashur. Këto gjëra mësoju dhe këshilloju të tjerëve. Kush u mëson njerëzve një mësim tjetër dhe nuk ndjek fjalët e vërteta të Zotit ton Jezu Krisht dhe mësimet e besimit ton, ai është mburravec dhe nuk di asgjë. Ati janë bërë sëmundje, debatet e kapja pas fjalëve. Nga këto vijnë smira, grindjet, fyrjet, dyshimet e liga, zënkat pafund të njerëzve me mendje të shturur, të privuar nga e vërteta dhe që e shohin besimin në Perëndinë si mjet përfitimi. Besimi në Perëndinë është pasuri e madhe për atë që kënaqet me aq sa ka, sepse asgjë nuk kemi sjellë në këtë botë dhe asgjë nuk mund të marrim prej saj. Nëse kemi ushqim e veshmbathje, le të mjaftohemi me kaq. Ata që dëshirojnë të pasurohen bien në tundim, në kurthin e djallit dhe në shumë dëshira të marra e të dëmshme që i fundosin njerëzit në rënim me shkatërim. Lakmia përpara është rënja e gjithë të këqijave. Duke rendur pas paras, disa u larguan nga besimi dhe i shkaktuan vetes shumë dhimbje. Por ti, o njeri i Perëndis, largohu nga këto gjëra. Përkundrazi, kërko drejtësinë, jetën e përkushtuar ndaj Perëndis, besimin, dashurinë, durimin dhe zemërbutësinë. Lufto luftën e mirë të besimit dhe rrok jetën e amshuar, për të cilën të thiri Perëndia e për të cilën ke dhënë dëshminë e mirë të besimit para shumë dëshmitarve. Të bëj thirrje para Perëndisë, që jep jetë gjithçkaje, dhe para Krishtit Jezu që dha dëshminë e mirë në kohën e Ponc Pilatit, që ti ta zbatosh këtë urdhërim të panjoll dhe të paqortueshëm deri në ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht. Kur të vijë koha, ardhin e ti do të tregoj Perëndia, i lumi, i vetmi sundues, mbreti mbretërve dhe Zoti zotërve. Vetëm ai është i pavdekshëm dhe banon në dritën që asnjëri nuk i afrohet dot. Atë nuk e ka parë asnjë njeri dhe as nuk mund ta shohë. Atij i qoftë nderi dhe fuqia e amshuar. Amen. Pasanikët e kohës së tanishme urdhëroi të mos u rritet mendja, as të mos e mbajnë shpresën në pasigurinë e pasurisë, por në Perëndinë që na jep gjithçka me zemërgjërsi për të mirën tonë. Urdhëroi të bëjnë të mirën, të jenë të pasur në vepra të mira, të jenë zemërgjerë dhe të gatshëm për të dhënë. Kështu ata do të grumbullojnë për vete një thesar e do të vënë themel të mirë për të ardhmen që të marrin jetën e vërtetë. O Timote, ruaje atë që të është besuar. Largohu nga fjalët e zbrasta që janë kundër besimit, si dhe nga kundërthënjet e sa ashtu quajturës dituri, të cilën disa e pranuan dhe humbën besimin. Hiri qoftë me ju.